keni patur eksperienca, më bëri përshtypje një nga ato eksperiencë që më treguat, kur ju keni qenë zëvend shef e krimit në Mallakastra, po jo, dhe në ato kohë sapo kishit lindur fëmijën. Po, ka qenë një sfidë e vështirë, unë kam qenë oficer e policisë gjyqësore në rrethin e Mallakastrës. Eksperiencë e vështirë, plot sfida. Unë sapo isha bërë nën për herë të dytë me Majan, edhe nuk hoqa dorë, edhe pse 400 km larg vendbanimit, çdo ditë vajtje ardhje, për mua ishte shumë satisfaksion kur motivoja, frymëzoja gratë të cilat në të njëjtat kushte si unë, gra në uniformë ose jo, punonin për qëllimet e tyre. Edhe ke bërë edhe aksionet vështira, ose ke udhëhequr aksionet vështira në policia? Me thënë drejtën, jo shumë, jam mbajtur pak me hatër nga kolegët edhe shefi, por megjithatë po, kam qenë pjesë e detyrave të rëndësishme dhe... Ke bërë stërvitje dhe për armë zjarri, po jo, dhe me këto trupat ajrore britanike? Ai ka qenë një trajnim që është mundësuar nga forcat ajrore britanike, trajnim shumë i vlefshëm për vetëmbrojtjen. Jo, do ishte shumë mirë edhe një i tillë, por na mungon në CV, do ta kemi parasysh. Dhe një nga eksperiencat apo nga aktivitetet e tua sociale që tregon përveç asaj dhuntisë së komandimit, edhe dëshirën për të kontribuar në një sektor si ai, po themi, i edukimit, i motivimit, i mobilizimit të grave. Një blog që është shumë popullor, ai juaj, i super nënave single. Apo ja. Si lindi ideja e këtij? Ideja e blogut lindi në një periudhë ku unë pata një sfidë të vështirë me shëndetin, atë me kancerin, dhe hapa thjesht një faqe anonime dhe dëshira ime e brendshme ishte vetëm të motivoja, të sensibilizoja dhe të informoja mbi të gjitha, sepse jetojmë në një epokë ku ka kaq shumë informacion dhe kaq shumë dezinformim sa realisht është mirë që të informojmë me përgjegjshmëri. Dhe këtë bëra, hapa këtë faqe në Instagram, por dita ditës pash që informimi ishte shumë i nevojshëm edhe sensibilizimi dhe mbi të gjitha motivimi që gratë kanë nevojë ishte i domosdoshëm. Ndaj unë nuk rreshta dhe... Shko, kjo është, se ti e kalon kështu si diçka të zakonshme, po ti e mbijetuar nga një tumor, apo jo? Dhe në periudhën që ty të duhet që të ballafaqohesh me atë problematikën e këtij tumori, ju thua unë vendoset mesha me një blog ose me një faqe anonime ku informoja gratë për smundjet. Po, në fakt, ta thash, nuk doja shumë të ndalesha te kjo, sepse unë kam qenë realisht me fat, si një njeri shumë i rregullt ndaj vizitave mjekësore, sepse në respekt edhe të mikeshave që janë aktualisht duke u trajtuar, apo dhe të njerëzve të familje, sepse kam realisht 2 njerëz në familjen time që aktualisht janë duke u sfiduar me sëmundjen e kancerit, të cilëve i uroj shëndet edhe të gjitha mikeshave të mia gjithashtu, kur ajo forca, sepse ju mund t'ja dilni. Pra, je duke thënë që vullneti, apo disiplina, apo janë gjithashtu faktori rëndësishëm për të kapërcyer sfida të tilla? Unë mendoj që fuqia më e madhe që njeriu zotron është mendimi. Nëse ti arrin të kesh fuqin mbi mendimet e tua, ti edhe mund të shërohesh. Sot kemi njerëz të cilët janë të specializuar në fushën e meditimit, shërues, i quajun, përpos mjekëve, të cilët me anë të meditimit mund të arrijnë edhe të vetë shërohen. E sa zgjati kjo eksperienca jote, domethënë, gjatë cilët ti e munde? Unë nuk isha subjekt i kimioterapisë. Unë thjesht bëra ndërhyrjen edhe pata fatin e mirë që të mos më përsëritej më, sepse luftova shumë me mendimet e mia dhe punova shumë me veten. Unë besoj te kjo mentor. Besoj që ajo që vere unë në faqen tënde në rrjetet sociale para se të ftoja, ose para se ekipi i emisionit Një Shqipëri të zgjidhte si subjekt në emision, është komunikimi yt me shumë gra. Unë vërej që ti i shpërfaq diku edhe me krenari pjesë të këtyre komunikimeve. Çfarë shqetëson gratë e sotme, gratë urbane apo metropolitane, gratë që vinë nga zona rurale, çfarë shqetëson sipas teje? Cili është shqetësimi më i rëndomt, më dominant? Unë jo më larg se përpara disa orëve, unë bëra share një podcast, i cili është një nga më të suksesshmit për momentin, dhe ishte një tematik që fliste për ankthin. Dhe pas një ore pas publikimit të storit, nga 963
persona që e kishin parë, 780 e kishin bërë forward. Që do të thot, ankthi për mua është një nga sëmundjet më aktuale dhe një nga shqetësimet më të mëdha të grave. Po ti komunikon edhe për sëmundje tjera, do të ke treguar që komunikon edhe për sëmundje tjera. Unë, me sa duket mentor... Je lindur për të bërë mirë. Do kisha qenë një doktoresha mrekullive. Do kishe qenë, po më duket se do që të merresh edhe me politikë, më duket, se ke kështu ëndër në sirtar këtë. Po tani kemi patur fatin të dy që të njihemi me ish-presidentin e nderuar Recep Mejdani dhe për mua që nga takimi me të, politika më është bërë edhe pjesë e jetës. Në 2009 jam specializuar për sigurinë politiko-ekonomike të Ballkanit Perëndimor dhe nuk i dihet jetës asnjëherë. E kuptoj. Po doja që të ndaje me publikun që na ndjek një pjesë të tyre komunikime, do të thonë që ishin shumë prekse, një pjesë prej tyre që pata mundësinë që ta shikoja, ishin komunikime shumë prekse. Po, ka raste të tentativave për vetvrasje. Po. Ka raste nga më të ndryshme të shëndetit mendor, por edhe të ati fizik, përpiqem shumë që kur mikeshat më shkruajnë, më kërkojnë ndihmë mua si të isha unë një mjeke. Pra, besimi në mua është kaq i rëndësishëm dhe kaq i fortë te këto, sa shpeshherë u them, unë nuk jam mjeke. Drejtojë një mjekut, pediatrit, unë jam thjesht një mikesh e cila ju informon, ju këshillon, ju gjendet pranë, jam këtu për të dëgjuar dhe më shbërë si forcë zakoni, tani më unë nuk rri dot pa supermamës. Si gjen kohën, se për këto angazhime që ti ke, që ja ke vendosur vetes, një pjesë e cila pra janë me karaktere qartësisht social, të pa kërkuara, domethënë, të duhet gati sikur të jetosh disa jetë që ti përmbushësh angazhime të tilla, ti përgjigjesh njerëzve, të postosh pas kërkimit. Ato nuk janë postime tipike të blogerëve shqiptarë, domethënë që zgjedhin foto nga vetvetja, po kanë kërkim për sëmundje të ndryshme si shte për anktin apo edhe për sëmundje të tjera. Si e gjen kohën pra edhe midis punës përditshme në polici, më duket policinë kufitare të Durrësit apo jo? Po. Dhe njëkohësisht këtij angazhimi social. Edhe të kujdesesh pastaj për dy fëmijët e tu, dy vajzat apo jo? Kam fatin e madh që kam dy prindër, mbështetja ime më e madhe, që më ndihmojnë në prindërim edhe me vajzat dhe përpiqem e gjej kohën. Kur ke dëshirën dhe vullnetin e gjen kohën. Pastaj i nderuar, sot të gjitha gratë janë multitasking. Jetojmë në epokën e grave multitasking. Jemi të gjitha gratë gjithçka bërse. Gatuajmë, kujdesemi për fëmijët, punojmë, domethënë gjejmë kohën për hobet tona edhe të motivojmë.